Lëvizja e re, ekstremi të djathtë në Itali, po një rritje të ndjeshme, tregoi një sondazh i opinionit publik të premten, duke tërhequr mbështetës nga partitë e koalicionit qeverisës dhe duke vështirësuar mundësinë e rizgjedhjes së kryeministres Giorgia Meloni vitin e ardhshëm. Futuro Nazionale e themeluar në shkurt nga ish generali i ushtrisë italiane Roberto Vanacci, pas ndarjes nga Lega Nord që është bashkëqeverisëse, tani është partia e 5 më popullore në Itali sipas anketuesit U-Trend. Futuro Nazionale arriti në 7.6% të mbështetjes, duke lënë pas Legën në sondazhe dhe duke ju afruar më shumë Forza Italias, partisë së dytë më të madhe në koalicionin e Melonit. Fratelli d'Italia e Melonit mbetet partia më popullore me 26.4%. Megjithëse mbështetja për të ka rënë javët e fundit. Një raport nga anketuesi i Ipsos këtë muaj tregoi se Vanacci tërhoqi votues nga Lega dhe Fratelli d'Italia, si edhe njerëz që nuk votuan në zgjedhjet evropiane të 2024-s. Vanacci mbështet një platformë populiste të së djathtës ekstreme. Ai mbështet dëbimin e emigrantëve dhe pasardhësve të tyre në vendet e origjinës dhe zotohet të mbrojë vlerat tradicionale familjare. Mbetet e paqartë nëse partia e tij do të krijojë përfundimisht një aleancë me bllokun e Melonit përpara zgjedhjeve të ardhshme, një opsion që deri më tani ka tërhequr një reagim të ftohtë nga udhëheqësit e koalicionit. Opozita e qendrës së majt është aktualisht pak përpara bllokut të Melonit, por kjo mund të ndryshojë nëse Vanacci përfshihet në aleancën e krahut të djathtë. Sipas U-Trend, gati 2/3 e votuesve të Vanaccit do të favorizonin një pakt elektoral me qendrën e djathtë, edhe shumica e mbështetësve të Fratelli d'Italias gjithashtu do ta mirëprisnin atë, por votuesit e Legës dhe Forza Italias do të ishin kundër tij.